i nderuar kryeministër Kurti, i nderuar komandanti i KSK-s Generale Ilan Bashkim Jashari, i nderuar ministër Maqedonci, të nderuar përfaqësues të institucioneve, të dashur ushtarë të rinj të Forcës së Sigurisë së Kosovës, ushtarë në proces të KSK-s, të dashur ushtarë zyrtarë të forcave aleate, të dashur familje krenare të vit e vijat tuaja, të nderuar përfaqësues vendore të kombëtar të dashur qytetarë. Ushtria nuk është thjesht një forcë e armatosur. Ushtria jonë është një bekim i përhershëm për atë tonë. Është një përkushtim ndaj sigurisë dhe një garanci për paqen. Sot është një ditë e veçantë për ju dhe për gjithë Republikën e Kosovës. Sot 344 djeme vajza i bashkuar në radhën e KSK-s, duke u bërë kështu pjesë e një misioni të shenjtë, mbrojtjes së ardhjeve të tyre, garantimit të sigurisë dhe mbështetjes së paqes në vendin tonë e përtejti. Të dashur ushtarë, ju keni kaluar në rrugtim plot sfida, disiplinë dhe përkushtim. Me këtë certifikim ju nuk mbani vetëm një titull, por vite që ka një përgjegjësi të madhe për të ruajtur vlerat dhe dinjitetin e shtetit tonë. KSK-ja është më shumë se një forcë. Ajo është simboli të kushtimit dhe i sakrificës, është dëshmi e forcës së shtetit tonë. Ju jeni pjesë e një force që çdo ditë po rritet e po zhvillohet, duke ndërtuar një ushtri moderne, profesionale dhe efikashme për të përballur me çdo sfidë. Me punën dhe përkushtimin tuaj, ju do të vazhdoni ta mbani KSK-n, krenarinë më të madhe të shtetit tonë, si dhe aleat të besueshëm të partnerëve tonë ndërkombëtar. Të dashur ushtarë, rruga jonë euroatlantike është e qartë dhe e paktyeshme. Me profesionalizmin dhe përgatitjen e bijave e bijve të ushtarak profesionist, po dëshmojmë se Kosova ka një ushtri të fortë e të denjë për të qenë pjesë të strukturave të mbrojtjes dhe sigurisë ndërkombëtare në shërbim të paqes dhe sigurisë e stabilitetit global. Forca e Sigurisë së Kosovës po marshon fuqishëm përpara në procesin e zhvillimit dhe avancimit të forcë moderne, e mirë pajisur dhe mirë trajnuar. Ushtria jonë çdo ditë më shumë po dëshmon gatishmërinë e saj të plotë për të mbushur standardet më të larta të NATO-s, aty ku Kosova e ka vendin dhe e meriton vendin. Ju, të gjithë sot që zhvetuat, por secili ushtar tjetër të KSK-s, jeni pasardhës të drejtë të ushtrisë shpirtare të Kosovës, të cilët sakrifikuan gjithçka për atë në momentet më të rënda të historisë tonë. Prandaj mbajeni këtë uniformë me krenarinë më të madhe. Në këtë ditë është momenti që t'i kujtojmë të gjithë ata që dhanë gjithçka për atë përfshirë edhe më të shtrejtën jetën e tyre. Të kujtojmë dëshmorët tonë, të kujtojmë heronjët tonë, e të kujtojmë edhe martirët, të cilët po i përkujtojmë në ditët përkujtimore të masakrave të këto ditë. Në këtë ditë është po ashtu momenti i natyrshëm i falënderimit dhe mirënjohjes më të lartë për të gjithë vendimarrësit dhe zbatuesit politike ushtarak të operacionit të NATO-s 26 vite më parë në mbrojtje të popullit tonë nga regjimi gjenocidal i Serbisë. Edhe sot shpreh falënderimin dhe mirënjohjen e lartë për aleatët tonë të prirë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për gjithë ndihmën dhe përkrahjen e vazhdueshme, jo vetëm në kohë të rënda, por edhe sot kur ne po zhvillojmë dhe avancojmë ushtrinë tonë në nivelin që na bën kremar të gjithëve. Të nderuar ushtarë të rinj, nga sot ju jeni më shumë se sa individ që veshni një uniformë ushtarake. Ju jeni trashëgimtarë dhe mbrojtës të lirisë të Kosovës, lirisë të fituar me sakrifica të panumëta nga brezat të tërë të paradës dhe tonë. Ju jeni energjia dhe forca e re e ushtrisë ndërtuar mbi vlerat e lirisë, demokracisë dhe paqes. Të ushtrisë e cila gjithnjë e ndërron të kaluar me lartishme, por edhe ndërton të ardhmen e sigurt. Jeni pjesë e forcës së sigurisë, nuk është thjesht një profesion, është një thirrje, një mision, një duhet dhe përgjegjësi e lartë.
Sot ju do të bëni betimin tuaj si ushtar të Forcës së Sigurisë së Kosovës dhe ky nuk është thjesht një akt formal, por një angazhim i shenjtë, një zotim solemn që do t'ju udhëheqë gjatë gjithë jetës suaj ushtarake. Ky betim kërkon nga ju përkushtim të palëkundur, gatishmëri për të përballur me çdo sfidë dhe besniki të plotë ndaj popullit dhe vendit tonë, të cilën ju tashmë e keni. Në këtë ditë veçantë shprehim njëjën më të thellë për familjet tuaja, të cilat kanë qëndruar pranë gjithë ushtarëve tonë të rinj. Sot të dashura familje, nëna e baballar, motra, vëllezër e fëmijë, bashkëshort, sot vajzat dhe djemtë tuaja nuk janë më thjesht vetëm fëmijët tuaj. Ata janë fëmijët e gjithë Kosovës, ata janë ushtarët e Kosovës, ata janë mbrojtësit më të drejtë të ardhëve tonë. Sakrifica juaj, mbështetja dhe dashuria juaj e pafund për vendin ka qenë themeli i forcës së djemtë dhe vajzave tuaja për të arritur në sukses të plotë deri në këtë moment. Të nderuar e ushtarë, me këtë uniformë që veshni sot, ju mbani mbi supe emrin e Republikës së Kosovës. Ju jeni brezi që do të garantoj paqen dhe sigurinë të qytetarëve tonë. Ju jeni ata që do ta çoni përpara misionin e atyre që sakrifikuan për këtë shtet. Ju jeni ata që do ta mbroni amanetin e ushtrisë qytetimtare të Kosovës dhe patriotëve të shumtë të tjerë ndër breza. Ju uroj suksese në këtë luftim të ri, shteti ynë ka nevojë për ju, Kosova beson në ju, përpara me nder, guxim dhe përkushtim. Lavdi të gjithë të rëndë për liri, Zoti e bekoft ushtrinë e Kosovës, Zoti e bekoft Republikën e Kosovës, qytetarët tanë dhe aleatët tanë. Ju falenderoj. E nderuara Presidente e Republikës së Kosovës, zonja Vjosa Osmani Safiu, i nderuari zotëria Jug Maqedonci, Ministri i Mbrojtjes, i nderuari zëvendës Ministër Shemsi Sylla, i nderuari Komandanti i Forcës së Sigurisë Kosovës, General Lejtnant Bashkim Jashari, të nderuar ushtarak të Forcës së Sigurisë Kosovës, ushtar, nën oficer dhe oficer, të dashur e krypt dhe familjarët e kryptve, të dashur qytetarë të Republikës, zonja dhe zotëri, motra dhe vëllezër. Jam shumë i gëzuar që sot jam bashkë me juve këtu për të kurorzuar suksesin tuaj të arritur për gjatë 9 javëve të trajnimit bazik, i cili filloi në mes të dimrit dhe po përmbyllet në fillim pranverës. Këtë e keni bërë duke treguar përkushtim e disiplinë, ndërtim të frymës ekipore si dhe përvetësim të teknikave dhe taktikave ushtarake. Të gjitha këto kanë bërë që tashmë të keni formimin e plot si ushtar profesionist. Diplomimi juaj sot është shumë i veçantë për faktin se ndodh pikërisht në muajin e lavdisor kombëtar. Muaji mars nis me epopejën e USHK-s dhe përmbyllet me ndërhyrjen e NATO-s në Kosovë. Me 5, 6 dhe 7 mars, qëndresa heroike e familjes Jashari dhe lufta çlirimtare e udhëhequr nga kryekomandanti Adem Jashari shënon kthesë historike për popullin tonë në rrugtimin drejt lirisë. U dëshmua që pulla është më e fortë se regjimi. Dashuria për atë dheun është më e fuqishme se gjenocidi i Serbisë. Dhe se liria është më e shtrejtë se jeta. Në nështrimi e dorëzimi nuk ishin opsion, prandaj fitoria ishte rezultati. Kjo fitore kulmoi me 24 mars vitit 1999, falë ndihmës së lirisëve tonë e të lirisë, ndërhyrjes së forcave të NATO-s dhe bombardimit të casheve serbe, duke vullosur kësaj çlirimin tonë në qershor të vitit 1999 pas përpjekjeve shekullore e sakrificave të brezit. Diplomimi juaj sot, në fund të muajit mars, vjen si një kapitull i ri pas lavdisë ushtrisë qytetare të Kosovës dhe ndërhyrjes së Aleancës Veriatlantike.
vjen si vazhdim I amanetit për mbrojtjen e Albreut dhe kontributit për paqe. Uniforma të cilën do ta bartni nga sot është nder I posaçëm dhe përgjegjësi e madhe. Ajo është dëshmi e gjatë të dëshmorëve që u krijuan dhe frymëzim për të ndërtuar të ardhmen. Prandaj kujdesuni fort për këtë. Ruajeni e nderoni duke mbrojtur demokracinë dhe vlerat e saj. Ju jeni garanca më e fuqishme që populli I Republikës sonë do të jetojë në paqe, integriteti territorial do të jetë I pacënueshëm dhe sovraniteti I papërshëm. Në realizim të këtij vizioni, mbështetja e qeverisë do të jetë e padiskutueshme, sepse e tillë është vendosmëria jonë për të ngritur e zhvilluar kapacitetet tona mbrojtëse. Mbështetja jonë do të jetë vazhdimësi e mbështetjes 4 vjeçare që kemi bërë deri më tani. Përgjatë këtij mandati kemi dyfishuar numrin e ushtarëve, kemi rekrutuar 2315 ushtarë të rinj, të cilët do të shtohen edhe 390 ushtarë të tjerë në muajin e ardhshëm, në total 2705 ushtarë. Kemi investuar në armatim në vlerë prej 390 milion euro, duke blerë dronët luftarak Bayraktar, sistemin raketor antitank Javelin dhe së shpejti do të kemi edhe helikopterët Black Hawk apo skifterat Zi në inventarin e ushtrisë tonë boshme. Kemi vendosur themelin e industrisë së mbrojtjes me fabrikën për prodhimin e municionit Made in Kosova e të gjitha këto sipas standardeve të vendeve NATO-s. Kemi trajnuar 4 herë më shumë ushtarak dhe kemi zgjeruar infrastrukturën ushtarake me qindra hektar në zonën e trajnimit në Babajt Kokës dhe në aeroportin e Gjakovës. Kemi dhënë shfrytëzim prona treja në komunat e Mitrovicës, Podrijevës e Suarezës dhe janë investuar 10 miliona euro në ndërtimin e depove ushtarake. Edhe këto janë realizuar duke ndjekur planin tonë të përbashkët e të detajuar për ta fuqizuar ushtrinë tonë. Në të gjitha këto suksese, puna dhe përkushtimi I komandantit të FSK-s, general-lejtnant Bashkim Jashar dhe ministrit të mbrojtjes Jug Maqedonsi kanë qenë në nivelet materiale. Për 4 vite janë darë 620 milion euro për ushtri, në vitin 2025 I kemi shtuar dhe 208 milion tjera, 2 fish më shumë se sa që ishte parapar në planin e tranzicionit. Kjo ka bërë që për herë të parë mandatin tonë ta arrihet 2% I bruto produktit vendohet për ushtri, e cila do të vazhdojnë edhe këtë vit. Këto nuk janë vetëm shifra tabelash financiare, por garanci për sigurinë kombëtare. Të nderuar pjesëmarrës, përveç rritjes buxhetit, blerjeve të armatimit dhe përmirësimit të infrastrukturës ushtarake, kemi shtuar bashkëpunimin me partnerët tonë strategjik, mbi të gjitha me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe gjithashtu me vendet e NATO-s. Synimi ynë është I qartë, ndërtimi dhe rritja e një ushtrie që respekton standardet më të larta të NATO-s dhe që është pjesë aktive e arkitekturës së sigurisë ndërkombëtare demokratike. Kosova nuk është vetëm një shtet që kërkon mbështetje, Kosova është një partner që kontribon, që investon dhe që garanton sigurinë ndajmore. Shumë të dashur e grupë, sot nuk është thjesht një ditë e diplomimit tuaj. Sot është dita kur ju do të bëni petimin mbi të cilën do të shërbeni popullit atë dhe rinjës. Ju do të jeni vallë të parë në çdo situatë krize, në ndihmën e shqiptarëve tonë, në mbrojtje të kufijve, e në operacionin ndërkombëtar si përfaqësues të Republikës tonë, e cila synon paqen e qëndrueshme dhe stabilitetin afatgjat në rajon e mëzhët. Mos harroni asnjëherë që uniforma që mbani sot është trashëgimi e sakrificës së UÇK-s, por edhe përgjegjësi ndaj së ardhmës tonë përbashkët. Secili prej jush përfaqëson jo vetëm veten, por të popullin e Kosovës. Ju përfaqësoni amanetin e të shkruarve, shpresat e prindërve dhe besimin e gjithë shqiptarëve tonë. Kjo uniformë nuk mban vetëm simbole, ajo mban idealet e një populli që ngrehet nga plagët, fitoi liri dhe ekziston shtetin e vet. Të dashur prindër të regojve, ju jeni mirënjohës për edukimin që ua keni dhënë bijave e bijve tuaj,
Nga sot ADH-u ju shëndron mbi supët e tyre, e supët e tyre nuk do të lejojnë që kur ADH-u të përullet. Si gjithmonë, përjetësisht, si Shqiponia, në qiellin e lirë mbi tokën e dashur, ADH-u ju do të jetë lartë më lartë, edhe më thellë. Deri tani e lut nga tani ushtarë të Republikës, urime, diplomime dhe shërbimi ndershëm qoftë kryefjala e sukseseve tuaja. Rosh Krishtina e Kosovës, rosh Republika e Kosovës. Betohem solemnisht se do të jemi përkushtuar dhe do t'i qëndroj plotësisht besnik Republikës së Kosovës, se do t'ju bindem urdhrave të Presidentit Republikës së Kosovës dhe prorëve të mi në pajtim me ligjin, dhe se do t'i kryej detyrat e mia me zell, nder dhe dignitet. Betohem solemnisht se do të zbatoj Kushtetutën e Republikës së Kosovës, do të shërbej popullit dhe ADH-ut tim, dhe për mbrojtjen e tyre nuk do të kursej as jetën time. Betohem! 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 Só amigo que vejo que se curtou, aí é que funciona. Hoje é uma boa posição, né? Eu e Carade.